Vera në Ulqin ka një magji të veçantë, rrezet e diellit, deti i kristalt, plazhet e mrekullueshme dhe atmosfera plot gjallëri e shndrojnë qytetin në një nga destinacionet më të dashura të Bregdetit. Prej dekadash, Ulqini njihet jo vetëm për bukuritë natyrore, por edhe për traditën e mikpritjes ulqinake, e cila bën që shumë vizitorë ta zgjedhin këtë qytet ver pas vere. Për shumë turist, pushimet në Ulqin nuk janë vetëm disa ditë relaks si pranë detit, por edhe një përvojë që i rikthen sërish në këtë Bregdet, ku ndihen të mikpritur dhe krijojnë kujtime të bukura me familjet dhe miqet. Për të mësuar më shumë rreth përshtypjeve të tyre, zhvilluam një anketë me disa turistë në plazhin e vogël, biseduam me ta për mënyrën se si po i kalojnë pushimet verore, çfarë i ka tërhequr më së shumti në Ulqin, si e vlerësojnë qytetin për sa i përket çmimeve, pastërtisë, shërbimeve dhe mikpritjes, si dhe nëse do të riktheheshin sërish në këtë perlë të Adriatikut. Përgjigjet e tyre sjellin një pasqyrë interesante mbi përvojën e pushuesve që kanë zgjedhur Ulqinin si destinacionin e tyre verore. Nga cili vend na vini? Përshëndetje. Unë vin nga Vodojeva, shteti i Kosovës. Ulqinin e dimi si vendlindjen i familje, mirë po shërbimi pak është i dobët. Sepse çodat janë shumë shtrejt, 20 euro shumë e shtrejt. Besoj që jena adaptuar këtu sikur të jemi në vend tonë, në Kosovë, kupton? Me ushqim me çdo sen. Ku hoteli ku banojmë është prova, janë shumë mikprit, edhe janë shumë nivel të lartë ata personeli, ata krejtaj është shumë mirë. Sa i përket hotelit, sa i përket plazhit është problemit e çadrat, pastërtia, çdo sen janë. Mirë, kalon Ulqinit, vende muze, çdo sen, vizitojmë me grua edhe kështu. Vin nga Mitrovica në Kosovë, kam ardhur me bën një pushim në Ulqin. Kanë shumë se gjithë. Është hera parë që vini në Ulqin? Jo, që 20 vjet. Shumë bukur krejt. Na pëlqen tepër. Pak pastërtia, s'është qaqa bo mirë, apet mirë. Çmimet dvolitshme, shumë mirë. Jem shumë e kënaqur. Unë e kaloj kohën ma tepër në plazhin e vogël këtu, vajza e ka bler një shtëpi këtu, në Pinjesh, edhe kaloj shumë bukur, edhe shkojmë te plazhat e mëdha, shkojnë gjithka. Prishtinë, prej Norvegjisë, Prishtinë, Ulqin. Shumë vite jemi këtu na. Kur gjë vesh njerëz kësh ma pak, do të marr ma shumë. Që ajo është kryesore. Njerëzit e mirë, plazha e mirë, ujtë e mirë, këtë mirë. Faleminderit gjithë dhe juve. Ja dolazim iz Nikšića, ovdje sam u penzionerskom ovom hotelu, tamo je divno. Ulqin je prelijep. Ovo je raj na zemlji, ovo je predivan grad, ovdje je stvarno savršenstvo. Nije preskupo to koliko ja mogu vidjeti. Ono jeste jer je kupovna moć naroda mala, ovdje, ali prihvatljive su, što se mene tiče. Vjem nga Kosova, Ferizojë. Është hera parë që vini në Ulqin? Jo, unë kam një jetë të tërë që vi në Ulqin, qysh si fëmijë me familjen time, tani vi me familjen taman time, me bashorti, me fëmijë, edhe plus 2 herë në vit ashtu, 2 herë në vit. Keni kujtime të bukura nga Ulqini? Shumë, si fëmijë, nostalgjia të gjithmonë. Nuk e dina, nuk e ndrojmë Ulqinin me asnjë vend tjetër sa i përket Ballkanit, sidomos se na kemi eksploruar dhe vende tjera, po si Ulqini i ka gjitha i ka. Mikpritja është, ka traditë bregdetare, kjo është realitet. Çmimet si ju duken? Çmimet shumë normale. Çfarë dëgjojmë na, çfarë shohim, këto është magnifika. Se na jetojmë edhe në Belgjikë, në vendin eksplorojmë, se tani jam edhe me çupat, eksplorojmë vende kështu. Tani shkojmë edhe nga Leb, pati nga La, plazh të madhe. Ku dalësh, ku konfertosh plazhat, gjitha të mira janë. Iz Novog Pazara, pa mislim da je sve perfektno i da se čovjek osjeća kao kod kuće. Pa cene su u granicama normalnostima, ali ima za svakoga. Znači, sve zavisi šta hoćete i koju uslugu želite da imate. Turizmi, ala s'ka fillu diçka mirë? Po, sigurisht, Ulqini ka shumë me panë te edhe me mu knaqë te. E kush do më ardhë, kush i shsu më ardhë, vjen,
Pavarësisht për shtypjeve dhe sugjerimeve të ndryshme, një gjë mbetet e përbashkët, Ulqini vazhdon të jetë një destinacion që tërheq vizitor nga vende të ndryshme, me bukuritë e tij natyrore dhe mikpritjen tradicionale. Qyteti mbetet një zgjedhje e preferuar për pushimet verore, duke lënë të shumë turistë dëshirën për t'i u rikthyer edhe në sezonet e ardhshme.